Po do doja të ndalesh atë kjo pjesa, si që thash edhe më herët, antidepresivet ose medikamentet që i kesh përdorim, apo sido që thuhet në gjuhën e shkencës, që çdo ditë më shumë po shtohen pacient? Nëse marrim në psikiatri, kemi 4 grupe të mëdha të ilaçeve. Ndërto hynë edhe antidepresantet, mirë po antidepresantet për nga natyra nuk janë ilaçe abuzuese ose që shkaktojnë vashmëri të rëndë. Ajo. Domethënë nuk i frigohen me marë. Është një grup i ilaçeve që i përdorin në ankt, që i quajmë si anksiolitik, domethënë çlirues të anktit. Ato ilaçe janë dhe kanë tendenca të bëhet i varur njeriu. Pse të bëhet i varur njeriu? Me faktin se të njëjtën substancë që e marrim ne i liron truri jonë. Dhe në momentet të stresit, të anktit të fortë, të ataqeve të panikut, ajo substancë nuk mjafton në trurin tonë, për atë arsye duhet m'ia dhënë artificial nga goja ose injekcion ose diçka që mu plotësu norma. Mirë po truni jonë është shumë interesant se është demel, si në shqiptarët. Çka i jep prej jashtit nuk e prodhon vetë mandej. Dhe kur fillojmë ne mi dhënë ilaçet, një pjesë e prodhon truri, një pjesë ndikon ilaçi edhe stabilizohet gjendja emocionale. Mirë po mas 2-3 javësh, truni fillon e nalë prodhimin e atij ilaçit, këne fillon dhe shtohet ilaçi. Deri në mos prodhimin total të asaj substance truri, po mandej duke marrë nga jashtë. E qartë shumë. Tash ç'a ndodh? Në momentin kur fillon pacienti mi rrit dozat, po jo që është nën kontroll të doktorit, për shkak se ne i dim fazat se si duhet të merr terapinë dhe deri kur, në momentin kur ai fillon tani nevojën me marrë shumë ilaçe, në atë moment krijohet toleranca. Toleranca sa më e madhe është, do të thotë ma shumë kërkon ilaç. Për shkak se duhet me përmbush atë zonën e trurit për me funksionu e mirë.